Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në duel. Në ndryshim nga duelet paraardhëse, objekti vëmendjes së të cilëve janë bërë ngjarje të rëndësishme të historisë globale, vëmendjen tonë do ta tërheq sot një figurë, një personazh i rëndësishëm i historisë sonkombëtare, i cili qoftë për karakterin kontradiktor, qoftë për pikëvështrime të ndryshme nga zhvlerësuar, vazhdon ende të mbetet objekt diskutimi. Zbulojmë fillimisht nëpërmjet materialit në vijim se për cilin personazh është fjala dhe rikthehemi sërish në studio. Ahmet Lek Bey Zogu, me titull zyrtar, Naltmadhnia e tij Zogu i parë, Skënderbeu i tretë, mbreti i shqiptarëve, lindi më 8 tetor 1898 në burgajet të Matit. Arsimin e parë deri në moshën 13 vjeçare e mori në vendlindje nga mësues privat. Më 1905 largohet për në Stamboll, fillon studimet në lice dhe më vonë në Akademinë Ushtarake deri më 1912. Në pranverën e vitit 1914, arreshtohet për krah princ Vidit dhe kundër kryengritsëve. Gjatë luftës së parë botërore, arreshtohet në krah të Austro-Hungarisë. Në mars 1916, thërret Kongresin Kombëtar në Elbasan. Në janarin e vitit 1917, ftohet në kurorëzimin e Karlit në Vjenë. Austriakët i kërkojnë të qëndrojë. Nga 21 deri në 31 janar 1920, merr pjesë në Kongresin e Lushnjës, kongresi e emëron ministër të brendshëm. Më 11 shkurt 1920, Zogu siguron vendosjen e qeverisë dhe e Këshillit të Lartë në Tiranë. Më 5 prill 1921, zgjidhet deputeti i Partisë Popullore në Këshillin Kombëtar. Më 24 dhjetor 1921, emërohet sërish ministër i punëve të brendshme. Më 2 dhjetor 1922, emërohet kryeministër. Në shtator 1923, Zogu konfirmohet edhe si kryetar i Partisë Popullore. Më 23 shkurt 1924, Zogu plagoset dhe i jep dorëheqjen. Në maj dhe qershor 1924, opozita organizon një grusht shteti. Qeveria Vrioni e emëron komandant për shtypjen e grushtit të shtetit në veri. Në qershor 1924, Zogu largohet në Jugosllavi. Gjykata politike kundërshtarëve të tij e dënon me vdekje në mungesë. Në dhjetor 1924, Zogu rikthen legjitimitetin e rrëzuar. Më 6 janar 1924, Këshilli i Lartë e dekreton kryeministër dhe ministër të brendshëm. Më 21 janar 1924, zgjidhet nga Kuvendi Kushtetues si kryetar i Republikës dhe kreu i pushtetit ekzekutiv. Më 1 shtator 1928, Asamblea Kushtetuese e shpall mbret të shqiptarëve. Më 27 prill 1938, martohet me konteshën hungareze Geraldina Aponi. Më 9 prill 1939, largohet nga Shqipëria. Më 9 prill 1961, ndorron jetë në Mërgin. Siç mundët ta mësonit nga materiali që sapo ndoqet në qendër të vëmendjes son, do t'jetë sot pak ditë pas 115 vjetorit të lindjes së tij, Ahmet Zogu. Pra, kjo figurë para së gjithash për rolin e tij në historinë e krijimit të shtetit shqiptar. Nisur nga ky këndvështrim, pyetja e anketës son për këtë duel do t'jetë: a mund të quhet historia e mbretërisë shqiptare një histori suksesi apo jo? Nëse jeni të mendimit se historia e mbretërisë shqiptare mund të konsiderohet si një histori suksesi, atëherë dhe keni dëshirë të përgjigjeni kësaj pyetje, atëherë keni mundësinë të na përgjigjeni në numrin tonë të telefonit, afishuar ndërkohë në ekran, 068 46 88 20. Dhe nëse jeni të mendimit se historia e mbretërisë shqiptare nuk është histori suksesi, atëherë mund të na drejtoheni me një po në numrin tjetër të telefonit të afishuar në ekran, 068 46 88 21. Do t'ju luteshim që në këto dy numra telefonit të mos na telefononi, po të çoni vetëm mesazhin tuaj në konfirmim të qëndrimit që keni apo të mendimit që keni ndaj pyetjes së sapo shpallur, ndërkohë që ka një numër tjetër telefoni i cili është në shërbim të pyetjeve, sugjerimeve apo propozimeve tuaja, qoftë për diskutimin e zhvilluar këtu në studio, qoftë për emisionet në vazhdim të ciklit duel, i cili gjithashtu afishohet në ekran, është 068 46 88 18, si dhe mund të na drejtoheni gjithashtu në adresën tonë të emailit duel@rtsh.al.
Për të diskutuar ndërkohë në studio për temën e sapo shpallur, kam zotrin, do të dëshiroja ta filloja sot nga zonja, profesore asociuar doktor Nevila Nika, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, profesor doktor Fatmira Rama, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, profesor doktor Pascal Milo, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, dhe zoti Murat Basha, zëvendës kryetar i Partisë Lëvizja e Legalitetit, gjithashtu mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Përpara se të nisim diskutimin ton të mirëfillt për sonte, do doja njëherë t'ju drejtohesha zotrinve që kam të ftuar në studio për të bërë një vlerësim të shkurtër të mënyrës së diskutimit të deri tanishëm të figurës së cilës i referohemi sot. Fillimisht me zotrinë, me zotin Milo dhe me zotin Basha. Sipas mendimit tuaj, sa objektiv dhe sa subjektiv, përkatësisht sa i politizuar dhe sa shkencor ka qenë vlerësimi i deri tanishëm i figurës Ahmet Zogut? Profesor? Në ratë partë dëshiroj të bëj një vërejtje për hapjen e emisionit. Në prezentimin që ju i bëni biografisë Ahmet Zogut, e cila është një biografi e njanshme, nuk është e drejtë, sepse i keni ndruar dhe emrin e babait. Aty thuhet Ahmet Lek Bey Zogu. Titulli zyrtar, tham. Nuk s'ka titull zyrtar, ai ka një babaj që e ka lindur, dhe emri babait është Gjemal Agjelal. Gjemal më duke se është. Gjemal Pash Zogu. Gjemal Pash Zogu. Kështu që tjetra aty është e papranueshme, Skënderbeu i tretë. To nuk janë serioze. Për një prezantim realist të një figure historike, siç është Ahmet Zogu. Përveç të tjera. Pra, që këtu kemi filluar ta trajtojmë figurën historike të Ahmet Zogut në një këndvështrim të njanshëm. Shpresoj që herë tjetër të mos bëhet ky prezantim jo shumë serioz. Marr nga një libër që nuk është shkencor, por është një libër i njanshëm që është shkruar nga aderent lëvizjes politike që mbreti Zog ka përfaqësuar dhe pasuesit e tij zhvillojnë sot. Them që të jemi sa më shkencor, sepse unë e konceptoj këtë emision si një emision mbi të cilën ne duhet të ndërtojmë një figurë dhe pyetja juaj me të drejtë shtrohet si ka qenë trajtuar figura e Ahmet Zogut paktën deri sot. Por edhe këtu unë dëshiroj ta ndaj në 3 etapa figurën e Ahmet Zogut. Ka një etapë të parë kur ai ishte në pushtet dhe padyshim që glorifikohej edhe për faktin që, siç tregon dhe paraqitja e biografisë së tij të njanshme, quhej edhe Skënderbe i tretë. Pra kuptohet deri ku shkonte glorifikimi i figurës së tij. Ka një etapë të dytë të periudhës komuniste ku ai u varos përsëgjalli nga pikpamja politike, sepse u zhvleftsua dhe shkoi dhe u bë gati një figurë antikombëtare plotësisht, por edhe me përmasa groteske. Dhe vim në një periudhë të pas viteve 1990, ku ka një përpjekje serioze dhe mendoj që është bërë një ridimensionim i figurës historike të Ahmet Zogut, që si çdo figurë tjetër në historinë e Shqipërisë ka drejtëhijet e veta dhe që besoj që vazhdon të jetë ende një figurë që ngjall polemik dhe që është nga pikpamja e studimit historiografik, është një figurë që ka nevojë të studiohet akoma. Dhe kur them që ka nevojë të studiohet akoma, jo të bëhet një rishkrim i historisë mbi baza subjektive, që t'i rikthehemi përsëri të kaluarës parë dhe ku historiografia ka bërë gabimet e radhës, po për një vështrim objektiv të tij si një figurë e rëndësishme në historinë kombëtare për shkak të aktivitetit të tij, por edhe për faktin se ka qeverisur Shqipërinë për vite të tëra dhe sigurisht që ka, siç thash, drejtëhijet e veta, ka meritat e veta, ka dhe dobësitë e veta. Raporti midis meritave dhe dobësive, midis përgjegjësive si shtetar dhe gabimeve, apo mëtej se gabimeve, mund të them që ka bërë, kjo është çështje për të diskutuar. Dhe besoj se edhe ky
diskutim që ne do të bëjmë sot, do të kontriboj sa do pak në ndryqimin e raporteve midis këtyre dy problemeve, pikpyetjeve që janë shtruar vazhdimisht për figurën e Ahmet Zogut. Faleminderit, më duhet të sqaroj edhe një herë që bëhet fjalë për titullin zyrtar. Përderisa flasim për titull zyrtar, jemi të detyruar pavarësisht nga qëndrimi ynë ndaj asaj që themi që ta citojmë të paprekur, të mos ndërhyjmë ne me cenzurën tonë. Zoti Basha. Nga vetë skeda që ju nëzorët me titra, dimensionohet sipas me panshmërisht, keni vetëm një pasaksi në datën e lindjes, është 895. Mund të jetë një gabim. Vetëm ajo, ndërsa për të tjerat, ato janë shumë pak që ju keni nxjerrë, edhe do t'ju akuzoj unë që jeni të anshëm, edhe nuk jeni objektiv, sepse veprimtaria e fillimisht e Ahmet Zogut dhe pastaj e mbretit Zog është shumë dimensionale dhe është një kontributit të zakonshëm në favor të interesit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Natyrisht është një djalë që e fillon aktivitetin politik në moshë shumë të re. Në moshën 7 jam para 3 historianëve dhe unë jam shumë i kujdesshëm. Jo, nuk i marr, po jam shumë i kujdesshëm se jam para 3 historianëve. Në një moshë 3 ka marrë pjesë qynë në ngritjen e flamurit në Vlorë, është një spëtar ose protagonisti i Kongresit Lushmës, pra i dha shqiptarëve shtetin e parë shqiptar, garantoi zhvillimin e punimeve të Kongresit Lushmës, ministër, kryeministër, president, mbreti shqiptarëve dhe në moshë fare të re. Pra këto nuk janë një rastësi. Ky djalë ishte me dhunti të jashtëzakonshme, po dhe me cilësi të jashtëzakonshme dhe me një gjë që i kishte më të spikatur se të tjerët, ishte patriot. Dhe kjo ishte ajo që e çoi në krye, ndërsa për diskutimin ishte pyetje. Unë mendoj që shqiptarët për ditë më shumë do të shikojnë tek mbreti Zog një figurë inspiruese, një figurë e cila për kohën bëri vepra të jashtëzakonshme dhe i kaloi dimensionet e saj dhe do ta mbyll vetëm me një shprehje të ish përfaqësuesit të misionit anglez gjatë luftës në Shqipëri. Ai tek libri Bite Shqipes thot një fjalë shumë të bukur që unë kam njoftur Churchillin, kam njoftur edhe De Gaullein. Dhe është më së normale, thot, që Britania, Perandoria Britanike dhe Franca si shtet i madh, të nxjerrin burra të mëdhenj, siç ishin Churchill dhe De Gaulle. Por që në malet më të humbra të Shqipërisë të gjej një burr të përmasat Churchillit dhe De Gaullit, kjo është vërtet impresionuese dhe mbreti Zog është njeriu që më ka impresionuar më shumë se të gjithë politikanët në jetën time. Faleminderit. Ky është Julian Emery, Lord Emery, Sons of Eagles, Bite Shqipës. Sam që në momentin e rënjes së diktaturës dhe vlerësimi për figurën e Ahmet Zogut u ridimensionua. Sipas mendimit tuaj, kush ka dhënë më tepër kontribut, apo vlerësimet që kanë ardhur, kanë qenë në drejtim të ridimensionimit, kanë qenë brenda kufive të realit shqiptar, apo kanë qenë nga historiografia jashtë kufive? Prej zonjave. Të flasu. Shiko, unë do t'isha dakord me ato që tha profesor Paskali, që ka 3 periudha për vlerësimin e kësaj figure. Me të mirat, metat, gabimet, apo ato që ai i dha Shqipërisë, historisë tonë kombëtare. Natyrisht, figura Ahmet Zogollit dhe më vonë mbreti shqiptarëve Ahmet Zogut, është si gjitha figurat e tjera që përpara vitit 90, sepse nëse ai u kthye në mit në vitet kur ishte mbreti shqiptarëve, nuk është ndoshta edhe faji i tij, po ndoshta ishte edhe kërkesa e tij që të ishte e tillë. U shkruajtën libra biografi për të, në të gjallë të tij, gjë që është paksa e veçantë. Në vitet e, po themi, të regjimit komunist, si për gjitha figurat e tjera, edhe për këtë natyrisht, çdo gjë ishte e zezë për të. Kështu që mbas 90-s ne kemi një ndryshim tjetër që kalojmë hapin në të kundërt. Nëse më përpara kishim sharë shumë, çuditërisht dolëm tash që duhet ta lëvdonim shumë. Gjë që për mendimin tim si historiane, por dhe si qytetare, është shumë e gabuar, sepse dhe ai si, po themi, si kontribus në
këtë vend, natyrisht jo gjithçka e kishte bërë në mënyrë të përsosur, kishte edhe ai të mira dhe të këqijat e veta, dhe duhet ishim shumë të kujdesshëm në ato lëvdata që i bënim. Flas për ata që janë profesionist, ata që janë historian, ata që shkruajnë libra, por që e kanë, po themi, profesion. Nuk flas për ata që janë isartë e vet, që normalisht do të thoni vetëm fjalë të mira për të, deri ditën që nuk ishte folur asgjë mirë për të. Domethënë ka një lloj ndryshimi në këtë. Natyrisht, jashtë kufive të Shqipërisë për kontributin e tij në historinë shqiptare, kishin folur, e kishin shkruar, jo vetëm ata që ishin pasonjës të tij, që normalisht do të shkruanin vetëm mirë, por edhe të tjerë, siç është rasti Julian Emeryt apo dhe të tjerë, nuk përmendim emra këtu, që kishin dhënë vlerësimet e tyre dikur edhe objektive, po dhe ndoshta edhe subjektive, sepse e kishin njohur në situata të ndryshme, e kishin njohur kur kishte qenë ministër, kur kishte qenë kryeministër, president, mbreti i shqiptarëve, kur e kishte qenë në mërgim dhe përpiqej, po themi, për të bërë diçka për vendin e tij të pushtuar nga të huajt, dhe natyrisht që librat e tyre apo punimet e tyre kishin ngjyrime nga më të ndryshme. Flasim për atë çfarë është bërë në Shqipëri. Në Shqipëri, mbas 90-s, ka një ndryshim krejtësisht të gjendjes dhe të shkrimeve historiografisë shqiptare, që do të thoja në shumicën e rasteve është thjesht nga dëshira për të shkruar dhe pak e mbështetur mbi dokumenta, pak janë libra që janë vërtet, realisht të mbështetura mbi dokumentacion, qoftë atë të krijuar nga administrata, do të flasim më vonë, e mbretërisë apo e qeverimit të tij, qoftë edhe marrë nga arkivat e huaja. Kështu që mund të themi pa frikë që tash kemi kaluar nga ana tjetër e barikadës, që në shumicën e rasteve ndoshta e ndjem dhe vetë që duhet shkruajmë në një gjë që edhe me sforcim, por duhet të bëjmë një kthim në realitet me këmbët pak më në tokë, dhe mundësitë sot janë, sepse në fundit sot jemi të lirë, as kurkush qoftë edhe zoti Basha nuk të bërtet, në qoftë se shkruan mirë apo keq, apo dikush tjetër. Atë që ne para 90-s, historianët edhe si gjithë tjerët e kishim. Kishim një kufi nga i cili nuk dilnim dot. Zonja Rama? Tani edhe literatura që i është kushtuar qoftë periudhës gjatë së cilës ka qeverisur Zogu, apo edhe më vonë, ka qenë e dimensioneve të ndryshme dhe shkruar nga pikpamje dhe pozicionet të ndryshme. Mund të flasim që ka pasur historian dhe historian të shquar që kanë shkruar që në vitet 20-30, mund përmendet Suajeri për shembull, ngritja e një mbretërie, por edhe historianë të tjerë, francez, italian e tjerë. Vjet të re që ato janë vepra serioze në përgjithësi, por ka edhe nuancime, vari nga politikat që kishin ndërtuar shtetet përkatëse me shtetin shqiptar. Po unë për vete do ta vlerësoja jo pak veprën e Suajerit, ngritja e një mbretërie, e cila është shkruar pikërisht, domethënë përpara luftës së dytë botërore. Po, Joseph Suajer, dhe që është përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Pas luftës së dytë botërore, mund ta themi me plot gojën që e tha dhe profesor Paskali, që brenda vendit historiografia komuniste gati e varrosi Zogun, duke etiketuar regjimin si antikombëtar, antipopullor e tjerë, dhe vërtet ishte shumë e vështirë që të flisje realisht për Zogun. Edhe ne si pedagog që kemi ligjëruar, kjo periudhë ishte nga më të mërzitshme, e ndjenim dhe vetë, ishte goxha e vështirë, sepse s'gjej as literaturë, s'kisha as hapësira për të folur realisht, as edhe studime, mbasi brenda vendit mungonin. Ndërsa jashtë vendit sigurisht që janë kryer studime objektive, edhe nga studiues shqiptar në emigracion, në Amerika, apo në vendet të tjera, po ashtu edhe nga një sër studiusësh të tjerë. Pas viteve 1990, sigurisht që në një klim pluraliste, u krijua një klim tjetër, dhe unë mund të them që brenda vendit lëvizën në radhë të parë universitetet, pedagogët në universitete, edhe shkolla, pa diskutim. Jo me njëherë u përpunua një mendim tërësisht, domethënë base shkencor dhe objektiv, po gjithsesi u bë një goxha punë
për të transformuar programet edhe për ta parë një dritë tjetër, jo bardhëzi, sigurisht jam dakord me zonjën Nevila, po gjithsesi u bë një goxha punë për një trajtim më objektiv të figurës së Zogut dhe të vetë periudhës historike në të cilin ai veproi. Pati ndonjë monografi interesante si Iliru Shtelenca, Diplomacia e mbretit Zog, megjithëse ai kalon pak, domethënë për mendimin tim, nuk është krejtësisht objektiv, po gjithsesi ka një përpjekje për ta ridimensionuar atë, ka përpjekje në tekstet shkollore që nga viti 1994, sidomos e kanë fjalën për tekstet e arsimit para universitar, ka përpjekje, sigurisht hap mas hapi, ende duhet punë, po përpjekje ka, po gjithashtu monografi serioze janë shkruar edhe nga historiantë huaj. Mund të ketë kontestime për shembull për një problem apo për një problem tjetër, po vepra e Fisherit, Bernd Fischerit, mbreti Zog dhe përpjekjet për stabilitetin në Shqipëri, për mua është një arritje në albanologji shqiptare. Thash, megjithëse mund të ketë edhe kontestime apo vretje, dhe me sa di unë ka dhe një sër autorësh të tjerë që kanë shkruar. Por unë bashkojmë këtu me mendimin që u hof që ende në Shqipëri mungojnë studime solide, monografike, qoftë për Zogun, për Ahmet Zogun, qoftë edhe për periudhën në të cilën ai veproi. Me sa di unë, në Institutin e Studimeve Historike në qendrën albanologjike kanë filluar, ka persona të cilët po punojnë intensivisht në këtë drejtim. Faleminderit zonja Rama. Pas tyre konsideratave të përgjithshme do më duhej njëherë të bëja një sqarim për panelin ton, po mbas edhe për teleshikuesit që na ndjekin në drejt për së drejti. Ky diskutim i sotëm është organizuar në formë periudhash, pra ne do të paraprim me një material filmik i cili do të na orientoj për periudhën në fjalë dhe pastaj do të kemi mundësinë të diskutojmë rreth kësaj periudhe këtu në studio. Pra do bëjmë përpjekje hap pas hapi për të analizuar të gjithë veprimtarinë e këtij personazhi të rëndësishëm të historisë son vetëm në atë periudhë sigurisht në të cilën ka pasur dhe ndikim në këtë histori. Le të zbulojmë fillimisht gjithmonë brenda këtij këndvështrimi se cilët ishin faktorët që ndikuan në formimin e tij si njeri dhe si politikan, dhe rikthehemi pastaj në studio për të vazhduar diskutimin. Rinia e qetë e politikanit të ardhshëm mori fund me vdekjen e parakoshme të Taatit, Qemal Pashës në vitin 1908. Në vitin 1911, ai u detyrua të kthehej nga Stambolli për të udhëhequr një revolt të fisit të vet kundër përpjekjeve të xhën turqve për centralizimin e pushtetit të tyre në Shqipëri. Pak kohë më vonë, duke parë kalbëzimin e perandorisë osmane, shqiptarët ndjenë se aneksimi i Shqipërisë nga fuqitë e mëdha mund të shmangej vetëm përmes shpalljes së pavarësisë. Kuvendi Kombëtar i Vlorës e shpalli Shqipërinë më 28 nëntor 1912 të pavarur. Zogolli ishte një prej delegatëve. Ismail Bey Qemali, një intelektual nga jugu i Shqipërisë dhe njëkohësisht deputeti i parlamentit turk, formoi qeverinë e përkohshme dhe u drejtua edhe fuqive të mëdha për të marrë mbështetje në mbrojtjen e Shqipërisë. Lufta ballkanike në planin e jashtëm dhe prania e trupave turke në planin e brendshëm e vuri qeverinë e pavarësisë në pozitë të vështirë. Në konferencën e Londrës në dhjetor të vitit 1912, çështja shqiptare u mbrojt nga Austro-Hungaria dhe Italia, që synonin të pengonin daljen e Serbisë në Adriatik dhe një ekspansion të mundshëm serbo-grek. Kundërshtimi energjik i Rusisë e bëri konferencën të njihte pavarësinë e Shqipërisë, por të shtynte përcaktimin e kufive të saj. Pyetjen se nga do të shkonte Shqipëria, nga lindja apo nga perëndimi, Ismail Qemali dhe kolegët e tij e zgjidhen duke hedhur poshtë trashëgiminë osmane si pengesë për zhvillim. Austro-Hungaria dhe Italia u caktuan të zgjidhin një princ trashëgimtar për fronin shqiptar. Në vitin 1913, fuqitë e mëdha njoftuan Ismail Qemalin se i zgjedhuri ishte princi protestant Wilhelm Witt, që ishte pinjolli i tretë i princit Wilhelm të Witit dhe Marias, princeshe Holandës, mbesë e mbretëreshës Elizabete e Rumanisë dhe njëkohësisht nip i madh i perandorit Wilhelm II i Gjermanisë. Por Witin nuk mundi të imponohej. Në kryengritjen kundër tij në pranverën e vitit 1914, Zogolli u rreshtua për krah tij.
kur viti largohet nga Shqipëria dhe ja lë administrimin e vendit një profesi ndërkombëtare, edhe Ahmet Zogolli tërhiqet drejt matit. Ndërkaq arreshtimi për krah Austro-Hungarisë gjatë luftës së parë botërore i garanton gradën e kolonelit të ushtrisë austro-hungareze, por jo patjetër besimin e këtyre të fundit. Austriakët e kuptuan shpejt se Zogolli po përpiqej të bënte lojën e vet brenda tentativave të përgjithshme për pavarësi. Neutralizimi i tij erdhi në formën e një dekorimi për meritat e luftës dhe e ftesë për të qëndruar në Austri deri në fund të luftës. Vjena, kryeqyteti i parë europian që vizitonte, e mahniti Zogollin, ndërsa luksi i ceremonisë së kurorëzimit të perandorit Karl la tek ai impresa të thella. Qëndrimi atje i shërbeu për të mësuar gjermanisht dhe shkenca politike, duke ndikuar në formimin e tij si politikan me profil të dyfisht, brenda të cilit despotizmi oriental kombinohej me kushtetueshmërinë perëndimore. Në kthimin e tij në 1919 në Shqipëri, Zogolli ishte i gatshëm të rihynte në betejën politike. Kontrollimi i mirë i vetvetes, xhelozia ndaj rivalëve e fshehur nën petkun e mirësjelljes, talenti i çuditshëm për të konstatuar dhe shfrytzuar veset e bashkëpunëtorëve, ambicia e skajshme dhe qëndrueshmëria e qëllimeve, i jepte atij cilësitë më të domosdoshme për ta menaxhuar me sukses situatën e kohës. Shqipëria pas luftës së parë botërore ishte një Shqipëri e pushtuar, e kërcënuar nga ndarja midis Greqisë, Serbisë dhe Italisë. Një grup udhëheqësi shqiptar vendosën të thërrisnin për këtë qëllim, një kongres kombëtar në Lushnjë. Në qeverinë e Sulejman Bej Delvinës, Ahmet Zogolli mori postin e ministrit të brendshëm dhe komandën e ushtrisë. Qeveria e Delvinës pati disa suksese, si për shembull organizimi një huaje prej 2 milion frangash për ngritjen e ushtrisë, çandarmërisë dhe administratës civile, hedhja e bazave të sistemit arsimor, si dhe menaxhimi i suksesshëm i kryengritjes së brendshme e i rrezikut të jashtëm, mëritja e të cilit i takonte Zogollit. Por periudha 5 vjeçare pas kongresit të Lushnjës u karakterizua nga rrëzimet e njëpasnjëshme të qeverive, mungesa e industrisë dhe taksat e larta, analfabetizmi, zhvillimi i papërfillshëm i zyrtarisë dhe tregtisë, rrushfeti dhe korrupsioni, shitblerja e votave dhe pjesëmarrja e ulët në zgjedhje se linin vendin as të merrte frym ekonomikisht dhe as të njësohej politikisht. Në vitin 1922, si për krasit, ashtu edhe kundërshtarët e Zogollit, shihnin tek ai njeriun e vetëm që mund të merrte në dorë drejtimin e vendit. Me rënien e qeverisë së 6 të kësaj periudhe, më 16 dhjetor 1922, Zogolli zëvendëson Xhafer Ypin në postin e kryeministrit, duke vijuar të mbajë edhe postin e ministrit të brendshëm. Në moshën 27 vjeçare, ai kishte arritur pozicionin më të lartë qeveritar që mund t'i ofronte vendi i tij. Jemi rikthyer sërish në studio, ndërkohë që ndiqni materialin, diskutimet në studio kanë vazhduar. Më duhet në këtë moment të sqaroj të ftuarit e mi se për secilën prej përgjigjeve në përgjigje të pyetjeve që do të drejtoj ka një kohë të kufizuar në dispozicion prej 3 minutash, e cila bëhet thjesht për të garantuar të drejtën e gjithë secilit për të folur në sasinë që do të dëshironte ai vet, duke mos i dhënë mundësi palës tjetër për të shprehur më shumë apo më gjatë. Pra, gjithsesi në shërbim të dëshirës tonë për të balancuar sa më tepër që të jetë e mundur pozicionet. Falenderoj ata që na kanë shkruar dhe na kanë telefonuar deri në këtë moment dhe i stimuloj që të na shkruajnë dhe të na telefonojnë dhe në minutat në vazhdim. Historianët e periudhës për të cilën sapo bëm fjalë, një ndër të cilët dhe Bernd Fischer që përmendi profesor Rama, bëjnë fjalë zoti Basha për luftë ndërfisnore me petk parlamentar. Dhe vënë duke se personalitetet e kohës matheshin jo me numër votash, po me numër pushkësh që kishin pas shpine, që rreshtoheshin pas tyre. Nëse do t'i referoheshim Zogollit të asaj kohe, mund të themi se bëri ky numër pushkësh e bëri Zogollin apo i bëri Zogolli numrin e pushkëve pas vetes? Natyrisht ai vinte nga një familje pashallarësh. Kishte rrethin e tij, kishte njerëzit që i shkonin pas familjes. Por unë do besoj që është, ose të paktën jam i bindur, që është aftësia e tij personale, karizma e tij dhe aftësia e tij si ndrejtim
dhe menaxhim të atyre njerëzve që kishte dhe për ato që veprimtari që bëri për Shqipërinë, e cila i dha dhe më shumë njerëz ose pasues që t'i shkonin pas tij. Mund të flasim gjatë për këtë sepse ai nuk pati pasues vetëm në Mat ose në Dibër dhe është momenti që të theksoj që vetëm në Mat serbët nuk kanë hyrë dot gjatë luftës së parë botërore dhe mund ta konfirmojnë zonja dhe profesori, sepse Ahmet Zogu krijoi një rrethim dhe nuk i la serbët që të futeshin. Pavarësisht se ata dogjën Dibërn, shkatruan, erdhën në Shkodër në 12-ën në luftën e Kakarikit e tjera ose në vise të tjera të Shqipërisë dhe në jug, në Mat nuk hyn dot, sepse ky kishte njerëzit që e mbrojti atë trev. Këta njerëz pastaj i vurin shërbim të çështjes shqiptare, por natyrisht pasuesit e tij rriteshin dita ditës dhe ju vun dhe në shërbim ti. Si çdo lider dhe sot i ka fansat e tij, me karizmën e tij mbledh njerëz në shesh, mbledh votues dhe merr pushtetin. Koha ishte e tillë. Dhe prandaj do t'i rikthem edhe një herë asaj që tham fillim që historia e mbretërisë shqiptare është një histori suksesi sepse mbreti Zog ka qenë i suksesshëm si person dhe personalitet. Atëherë suksesin e tij ja bashkëngjitet edhe mbretërisë shqiptare dhe shtetit shqiptar. Më vjen shumë mirë për atë që juve thatë, sepse vërtet atëherë njerëzit ishin me fise që mbanin pushkët në krah dhe forca e fisët ose tribuz dallohej nga forca e pushkëve dhe njerëzve. Këta fise arriti ktheu në komb. Kombit i dha shtetin. A nuk është kjo një histori suksesi? Dhe një shtet jo si do kudo, por me parametra modern, se në fundit simbas meje ose atyre që unë lexoj që kanë shkruar për shtetin, shteti ka një parametër, që është raporti të drejtës dhe ligjit. Dhe raporti të drejtës me ligjin kohën e mbretit Zog ka qenë në nivelet larta për kohën. Për kohën tek mbretëria. Zonja profesoresh ka shumë dokumenta në arkivin e shtetit që mund ta vërtetojnë këtë gjë. Sidoqoftë unë do të them që mbreti Zog mbetet një personalitet i jashtëzakonshëm. Por do të ndihoni të shtoj edhe 20 sekondesh. Ti shërbesh vërtetës është gjithmonë e vështirë. Është e vështirë të paktën për historianët e mbretit sotëm, sepse janë gati të njëjtët historianë që kanë shkruar edhe në kohën e komunizmit kundër mbretit Zog. Dhe duhet të kesh një nivel shumë të lartë intelektual dhe një ndërgjegje shumë të lartë që të krijosh një sens autokritike ndaj vetvetes. Unë akoma nuk kam parë një njeri deri sot që dalë dhe thotë, "Ej, m'falni, unë kam gabuar në atë kohë se kam hedhur baltë mbi këtë figurë. Kam qenë i shtrënguar, i detyruar dhe sot mund të them të vërtetën. Por nëse vazhdon dhe sot të mbrosh të njëjtat gjëra që ke thënë dikur, po në një Faleminderit, koha mbaroi. Profesor Milo, kam një pyetje që lidhet me trajektoren e pozicioneve të Zogollit në këtë periudhë. E shohim kundër Gjon Turqve, e shohim në krahët austro-hungarezëve, e shohim pro shpalljes pavarësisë, pro kongresit Lushnjës dhe aty këtu dhe kundër italianëve. Gjithmonë në këtë periudhë, sepse do doja që t'i rrim qasjes kronologjike. Sipas jush, në këtë periudhë kemi të bëjmë me strategji dhe me strateg, apo thjesht me intuit të çastit të diktuar nga lufta për mbijetesë në momentin? Në qoftë se ka një subjektivizëm të theksuar në jetëshkrimin e Ahmet Zogut, padyshim është periudha e parë e jetës së tij, që nuk ka dokumenta të mirëfillta që të pasqyrojnë, dhe s'ka sesi të pasqyrojnë një veprimtari që i mvishet atia që kur je 15-16 vjeç, çfarë do bësh? Je akoma luar me cingla, i themi neve. Se s'mund të jesh akoma një burr shteti, 15 dhe 16 vjeç. Prandaj edhe unë duhet jem shumë serios kur trajtoj historinë shqiptare, sepse po të kemi parasysh që thuhet që Ahmet Zogu ka qenë ditën e shpalljes pavarësisë në Vlorë, duhet kishte vënë dhe firmën në aktin. Nuk është firmëtar. Po pikërisht, një minutë, atë duhet shpjegoj. Nuk duhet të themi që ka qenë, sepse në Vlorë kriteri që u thirrën njerëzit më të shquar të asaj kohë, aq sa mundën të mbrinin, se u thirrën shumë, po nuk arritën dot të shkojnë të gjithë për arsye të ndryshme. Atje shkuan ata njerëz që ishin dikush në Shqipëri, që vunë firmën mbi aktin e madh. Ahmet Zogu në vitin 1912 ka qenë vetëm 17 vjeç. Dhe kishte një vit që kishte ardhur nga Stambolli dhe nuk e njifte askush përveç krajinës Matit dhe fshatit vet, Burgajetit. Kështu që nuk mund të themi tash që pas ka qenë në shpalljen e pavarësisë, ka luajtur ndonjë rol, absolutisht asgjë. Tjetër, nuk mund të themi që në kohën e Princ Vidit ka luajtur ndonjë rol, sepse ai Princ Vidin faktikisht e lanë balt.
se i mori ata njerëz të vetë me cilët kishte ardhur për t'ju kundërvun revoltës fshatare të Shqipërisë mesme, dhe kur pa që me gjithë kërkesën e Prinzvidit që të qëndronte në front, kur pa që nuk ja dilte dot, i mori bashkëtarët e vetë dhe hiku në matë. Dhe i la rebelët e Shqipërisë së Jugut të avanconin dhe të kapnin edhe Tiranën dhe të kërcënonin dhe Durrësin. Te këtë e ka shkruar nuk e them unë, se s'besoj se do akuzohet si komunist Armstrongu, që ishte sekretari i Prinzvidit dhe shkruan ai me dorën e vet. Dhe i përshkruan ngjarjet dhe po kështu dhe historianë të tjerë të kësaj kohe. Po kështu duhet të theksoj që austriakët e morën dhe e quan Zogun në Vjenë, sepse u prishte punë në Elbasan. Sepse Zogu në atë kohë, duke qenë se ishte një bajraktar me shumë pasus në atë kohë, kishte kaq njerëz sa duke kërkuar pushtet në kohë lufte, prishte punë në planet strategjike të Austro-Hungarisë. Kështu që e morën, i dhanë dhe ca para, e mbajtën një 2 vjet në Vjenë, derisa mbaroi lufta. Austro-Hungaria u Rëzove vetën, profesor, se në 12 s'kishte influencë, 16 mësë 4 vjetës doli me shumë influencë. Avash. Tashi edhe njërë Kur rritaj për 4 vjetë? Që t'jemi saktë, që t'jemi edhe njëri saktë, parimi, edhe njëri tjetër, parimi që ka ekzistuar në atë kohë, në luftën për pushtet ka qenë gjithnjën sa njerëz ke nga mbrapa. Dhe ky i bënte 500 deri 1200, maksimumi mund të bënte edhe 2000 veta. Dhe atëherë kështu ka qenë. Kush kishte më shumë armë, ai vendoste edhe ligjin. Faleminderit profesor. Zonja Nika, u bë fjalë për mosh të re të personazhit për cilin flasim, për mosh të re e cila për njerëz të zakonshëm nuk garanton shumë aftësi apo pjekuri për të qenë aktiv. E megjithatë kemi një personalitet i cili në moshën 27 vjeçare është kryeministër. A mund të thuhet se Zogu, duke pasur parasysh moshën e re, a mund të thuhet se Zogu hyri në politikë i formuar apo se u formua në të? Pra me pak fjalë, mund thuhet se ju imponua ai mjedisit me opsionin e vet apo gjeti mënyrën një herë të ambientohej në atë terren që gjeti për të dalë pastaj me opsionin e tij? Unë do ta filloja nga kjo që ne përdorim shpesh fjalën bajraktar, i pari fisit, të tilla fjalë përdorim shpesh dhe nuk shkojmë më tutje në mendim që të qenurit bajraktar apo i pari fisit do të thoshte ti ishe dikushi, ti imponohe. Nëse atëre nuk ishe një shtetë shqiptare, kështu ai që ishte i pari bajrakut, merrte vendime për të mirë apo për të keq, të një grupi njerëzish. Dhe më thënë, nuk ishe një njeri pa në një vlerë, kishe vlerë. Për posa saj, pastaj që dhe këtu po e thotë dhe profesori e dhe tjerë që sa armë kishe nga mbrapa, sa njerëz vinin nga mbrapa. Nëse do të shkonin sa armë të vinin nga mbrapa, Idris Seferi kishte me mira luftëtar, dhe më thënë, nuk ishte një bajraktar. Dhe më thënë, nuk është shumë, po themi, e gjetur kjo, por gjithsesi ka një vlerë të saj. Unë këtu do t'je, për ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë, do t'jepja një kuriozitet shumë të vogël nga jeta e Ahmet Zogut, për shkak se ajo që tha profesor Paskali që nuk ka se ka shumë dokumenta, ndërsa zoti Basha më thotë që arkivat kanë. Në insertin që juve kishit përgatitur, vlerësimet për atë si individ janë pak a shumë, po themi të njëjta me atë që kanë lënë dëshmi bashkosit e tij, bashkëpunëtorët e tij. Nuk po përmend emra këtu, por në arkiv gjenden vlerësimet për të. Një inteligjencë natyrale, pak më lartë se sa mesatarja, më thonë ishte shumë. Natyrisht që të qenurit i pari fisit, sepse mbeti ai ja kishte zhvilluar akoma më tepër, dhe më thonë kishte. Ai në vitin 16, mos gabojmë, është arrestuar nga Austro-Hungarezët, nga Ushtria, dhe ka qenë në prag të pushkatimit të ekzekutimit të tij. Nëna e tij, që natyrisht e ka pasur si dritë në syve, djalë të vetëm, i drejtohet provincialit të parë franceskan shqiptar, At Paldodajt, i cili në atë kohë ishte në Orosh, dhe i lutet që për djalin tim shkote komanda austro-hungareze, shkon At Paldodaj, ata e lirojnë dhe natyrisht përfundon në Vjenë. Shpërblimi që merr At Paldodaj
në 25-ën është që e lënë në mërgim në Itali dhe ai revoltohet, thotë unë shpëtova jetën se ma bëre këtë. Këto ishin konjunkturat politike, edhe ai do ta bënte një zgjedhje të tillë. Më përpara populli përdorte një fjalë për njeri shumë të mençur, dinak që gjente të dilte nga situata, është i zgjuar si politikan, të më falësh, profesor edhe zoti Murat, domethënë politikani dilte nga situata. Për Ahmet Zogollin, në këtë periudhë përpara se të bëhet i pari i vendit, ka dokumentacion dhe mua më vjen shumë keq që Bernd Fischeri, megjithëse lëvdohet shumë, arkivat shqiptare absolutisht fare. Unë personalisht e kam lexuar librin dhe unë do ta citoja absolutisht asnjëherë Bernd Fischerin. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Unë jam partizane jo pse punoj në një institucion të tillë që nëse nuk shikon dokumentacionin shqiptar, nuk je në gjendje ta vlerësosh. Sepse do të flasim në pjesën tjetër për atë që ai bëri për shtetin shqiptar, nuk citohet çuditërisht një historian tjetër, ndoshta jo shumë i dëgjuar në Shqipëri, Robert Austin, i cili ka shkruar një libër shumë të bukur, Shtegu i pashkelur i Fanolit. Lexohet pak, po thuaj nuk njihet, ndërsa citohet Bernd Fischeri që Shqipe nuk e di dhe në arkiv, më vjen keq ta them profesoresh, nuk ka denjuar ta shikoj si institucion. Unë doja ta thosh ta bëja këtë vërejtje, më fal që po ndryj, po thjesht për t'i dhënë pak ritëm bisedës, që është e vërtet që Bernd Fischeri i është afruar më shumë se çdo historian tjetër për mendimin tim, karakterizimit të Ahmet Zogut si figurë historike. Unë përgjithsisht e pëlqej, por ka një tëmet të madhe, si që thotë zonja Nika, që ai nuk ka shfrytzuar burimet arkivore shqiptare. Dhe të shkruash për historinë e Shqipërisë dhe për një personalitet të historisë Shqipërisë pa ju referuar burimeve arkivore të vendit, patjetër që është një emet e pazëvendësueshme. Do dalim te ajo tjetra që Ahmet Zogu shtetformues në shtetin shqiptar, vlera duhet ta shikoj. Dhe nuk thash absolutisht nuk për të rikthyer te viti 1916. Unë përsëri qëndroj pikpamjes dhe ju ma konfirmuat me dokumentin që cituat që nëse i ofruan Vjenën austro-hungarezët Ahmet Zogut, ja ofruan sepse i pengonte në Elbasan dhe në Shqipëri në realizimin e politikave të strategjisë së tyre në Shqipëri. Prandaj thanë, më mirë një Ahmet Zog ta mbajmë atje në një hotel, në një shtëpi në Vjenë, t'i japim dhe një pension dhe e kemi nën kontroll, se sa ta mbajmë këtu në Shqipëri e të na prish punë me pasusit e vetë. Profesor Rama. Po, unë do të theksoja që Ahmet Zogu sigurisht ishte dhe bënte pjesë në parin e kohës, duke qenë një familje bajraktare të njohur, dhe pa diskutim që edhe kjo, edhe pushkët që kishte nga mbrapa, apo njerëzit që kishte besnik, pa diskutim që qenë një faktor që e evidencuan atë, e nxorën në pa Ahmet Zogu, në disa momente të rëndësishme. Por do të thoj edhe faktin tjetër që Ahmet Zogu u rrit pra në rinin e tija edhe duke qenë në Stamboll, ku aty kishte një pjesë rilindasish, pra kishte disa figura të shquara të rilindjes kombëtare, me të cilët me siguri që Ahmet Zogu ka rënë në kontakt, pa diskutim. Ana tjetër që do të theksoja që bëri që Ahmet Zogu të merrte një drejtim në disa momente kruciale pro lëvizjes kombëtare, është dhe fakti që është etapa e fundit e rilindjes kombëtare. Në etapën e fundit të rilindjes kombëtare tashmë nuk ishin disa rilindas dhe forcat të caktuara, po kishte një lëvizje masive, tashmë dhe nga shtresa e baraktarëve, aristokracisë të tokës, tregtarë, nga shtresat në thonjza më të ulta, domethënë popullore, tashmë pak a shumë po krijoi një lloj njësimi i ndërgjegjës kombëtare. Kështu që dhe Ahmet Zogu u atashua në këtë lëvizje. Kështu që nuk është thjesht rastësi, mendoj unë, që apo thjesht pushkët që pati nga mbrapa, që Ahmet Zogu fillon dhe çfaqet në gjithë moshën e herët, çfaqet në lëvizjen politike, megjithëse nuk mund të themi që është një politikan ekstra do doj kohë që të formohet. Por meqense këtu diskutua Elbasani,
Ahmet Zogu aty u zgjodh kryetari i komisionit të përgatitjes së një kongresi, po sigurisht me një mbështetje të fuqishme nga Qif Pasha Elbasani, Mithat Frashëri e tjerë. Dhe ky kongres do të kishte një rëndësi shumë të madhe po të zhvillohej, sepse kërkonte ngritjen e një administrate shtetërore dhe kthimin e princvidit në Shqipëri. Ai u përpoq ta luajë atë rol, tham, sigurisht me një mbështetje të fuqishme të shumë patriotëve dhe politikanëve të tjerë, dhe kjo ishte arsyeja sigurisht, dhe kjo ishte pozitive. Mendoj që e çua në Austri, jo një internim i mirëfillt, po domethënë një lloj gjysmë internimi mund ta quajmë. Internimi i zbukuruar. I zbukuruar. Më sinjalizojnë që ka pyetje nga publiku. Mbrëma, një pyetje për profesoresh Ramën. Po. Cilat janë dallimet midis personalitetit të Esat Toptanit dhe asaj Dallimet midis Esat Toptanit dhe asaj të Ahmet Zogut? Sigurisht që ka dallime, ka shumë dallime për mendimin tim, megjithse nëna e Ahmet Zogut ishte motra e Esat Pash Toptanit. Pa Esat Pasha ishte daja i Ahmet Zogut. Ka dallime sepse Esat Pasha ishte formuar në një kohë tjetër. Unë thash Zogu u formua në periudhën e fundit të rilindjes kombëtare dhe më tutje. Ahmet Pasha përfaqësonte tendencën e separatizmit në Shqipëri. Pra ai ti ishte një princ, një sovran, një mbret, qofte edhe një Shqipëri të cunguar, dhe në plan të parë vuri pushtetin personal dhe u përpoq ta ndërtoj atë me intriga, duke nxjerrë në shitje interesat kombëtare dhe gjithnjë duke vlerësuar paran. Ahmet Zogu, qoftë për vlerat e tij, po qoftë edhe për periudhën në të cilën u formua, sigurisht që anoi nga lëvizja kombëtare. Megjithse mund të bësh kontestime, mund të bësh vërejtje, pra nuk mund ta shikosh bardhëzi çdo hap në veprimtarinë e tij, por anoi nga lëvizja kombëtare. Pyetje të tjera nga publiku? Nuk e di, domethënë. Mi mbrëma kisha një pyetje për zonjën Nika. Cilat janë dallimet midis personalitetit të Princ Wilhelm Vidit me atë të Ahmet Zogut? Faleminderit. Shiko, është vështirë të bësh të tilla krahasime, gjithsesi është një shqiptar dhe një huaj, është shumë e vështirë ta bësh. Vidi ishte vërtet një princ, domethënë me një titull të trashëguar, por vinte në Shqipëri, e di si një mysafir, nuk e ndjente, nuk e njifte terrenin, kishte shumë të vështirë, me gjithë dëshirën e madhe të bashkëshortes tij për të qenë mbretëreshe shqiptarëve, ai e shikonte si diçka të huaj. Ndërsa për Ahmet Zogun, natyrisht ishte vendi vet, me të mirat dhe të këqijat që ka vendi yt. Është atë dhe yt, kështu që ai u përpoq në mënyrat dhe natyrisht në kontekstin e kohës të arrinte të bënte ato që bëri. Domethënë nuk mund ta bësh një paralelizëm, është shumë e vështirë ti krahasosh dy figura që janë krejtësisht të kundërta. Qoftë në formim, qoftë në prejardhje dhe natyrisht qoftë në lidhje me këtë truall. Nuk është aq e lehtë. Por kuptohet që neve për Vidin nuk kemi shumë në gjendje ta gjykojmë, për aq pak sa ndeti këtu, Ndoshta është bërë më tepër tash një legjendë, ardhja dhe ikja e tij, se sa kemi mundësi të flasim për të. Thjesht e kemi nga ato që kanë shkruar të tjerët. Ndërsa Ahmet Zogu natyrisht që dha më shumë, ka mbetur më shumë, edhe është pjesë e historisë tonë. Ai ka shumë pak. Pyetje tjera? Pyetje tjera nga publiku? Nësa duk ka? Nuk ka. Atëherë të nderuar teleshikues, kemi mbritur kështu në vitin 1922 me udhëtimin ton në histori. Lufta e parë botërore ka 4 vjet që ka përfunduar, trupat e huaja në përgjithësi janë larguar nga Shqipëria, duket sikur mbas hyrjes në lidhjen e kombeve, faktori ndërkombëtar ose marrëdhëniet e Shqipërisë me shtetet përreth shkojnë drejt normalizimit dhe kjo në një farë mënyrë do duhet çonte dhe normalizimin e situatës së brendshme. Në fakt nuk ndodh kështu. Është periudha kur qeveritë në Shqipëri bien si pikë të shiut dhe kjo situatë, kaosi çon
në krijimin apo në përvijimin e personaliteteve dhe karrierave krejtësisht të veçanta politike. Një prej këtyre është dhe Ahmet Zogu, i cili në këtë kohë është në krye të qeverisë shqiptare. Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Në vitet që pasuan, kryeministri i ri vazhdoi përpjekjet e Delvinës për ngritjen e sistemit arsimor dhe luftimin e analfabetismit. Njohu problemin agrar si problemin kryesor të kohës dhe ndaloi dobimin e fshatarëve nga tokat. Çarmatosja e popullsisë uli numrin e vrasjeve dhe futi ligjin edhe aty ku s'kishte depërtuar perandoria osmane. Në vend, u vendos një farë stabiliteti dhe zuri të kristalizohej uniteti, por metodat e tij të qeverisjes, moskryerja e reformës agrare, zija e euris, administrata e korruptuar dhe mungesa e fondeve e rriti pakënaqësi në vend. Më 23 gush 1923, kryeministri qellohet 3 herë, por pa rrezik jete. Pas dorëheqjes së tij, zemërimi në rritje detyron të tërhiqet qeverinë e Shefqet Vërlacit dhe rrezon qeverinë e Ilyas Vrionit. Revolucioni i vitit 1924 sjell në fuqi Fan Nolin, i cili shpall një program qeveritar ambicioz që përfshinte çarmatosjen e përgjithshme dhe papërjashtim të popullsisë, forcimin e autoritetit të ligjit, çrrënjosjen e feudalizmit, emancipimin e popullit dhe vendosjen në mënyrë përfundimtare të demokracisë, reformën rrënjësore në të gjitha degët administratës, ekuilibrimin e buxhetit përmes futjes së sistemit të kursimit, përmirësimin e kushteve të jetës së buqve dhe sigurimin e pavarësisë së tyre ekonomike, lehtësimin e futjes së kapitalit të huaj në vend dhe organizimin e një departamenti arsimor mbi baza moderne dhe praktike. Por Nolit i mungonte si mbështetja e brendshme, ashtu edhe përkrahja financiare. Lidhja e kombeve ja refuzoi mbështetjen financiare, ndërkohë që shumica e vendeve anëtare spranoi ta njihte qeverinë e tij. Situatën e rëndon dhe ngritja e gjykatës politike që dënoi me vdekje Zogun, Vërlacin dhe Vrionin, si edhe marrëdhëniet me sovjetikët në fundin e vitit 1924. Ndërsa Fan Noli luftonte për ekzistencë, Zogu kishte marrë mbështetjen e Beogradit. Në 24 dhjetor 1924, ai hyn në Tiranë me 8.000 pasardhës, shpall gjendjen e jashtëzakonshme dhe Tiranën krye qytet. Më 21 janar 1925, Shqipëria shpallet Republikë Presidenciale dhe më 31 janar, Zogu zgjidhet president. Në kërkim të mbështetjes financiare dhe stabilitetit politik, Zogu ktheu syt nga fuqitë e huaja. Pasi refuzoi Beogradit ndikimin në punët e brendshme, duke ia shlyer mbështetjen e dhënë me territoret e diskutueshme të 1913 rreth Shën Naumit, vendosi të hynte në marrëdhënie me shtete më të mëdha, të ndodhura gjeografikisht larg. Me që Greqia dhe Jugosllavia për shkak të profilit të ngjashëm të ekonomisë së tyre nuk premtonin marrëdhënie tregtare efikase dhe interesimi i SBA-s dhe Britanisë për Shqipërinë kishte vetëm karakter humanitar. Italia, ndërkohë partnere e dytë tregtare e vendit, u pasi zgjidhje ekonomike më logjike. Shqipëria e kohës vuante edhe nga mungesa e rendit në malsinë e veriut. Zogu vendosi t'i kundërvër kusarisë dhe gjakmarrjes një xhandarmëri të efektshme. Edhe kodi i ri civil që parashikonte ligjërimin e martesës civile dhe divorcit, synonte t'i priste rrugën vrasjeve në përgjithësi dhe vrasjes së grave për tradhti bashkëshortore në veçanti. Rëndësi e veçantë ju kushtua edhe arsimit kombëtar me synimin për të krijuar një shtresë drejtuesish të ndershëm dhe eficient. Por rrethanat në të cilat veproi, arritet e Zogut ishin të dukshme. Po të tilla ishin edhe dështimet. Në krye të tyre janë emërimet e paqëlluara në postet e larta qeveritare, si edhe afrimi me italianët, i diktuar nga trazirat e shumta brenda dhe jashtë vendit. Me gjithë forcimin e pozicionit të tij, Zogu nuk u shpëtoi dot tentativave për vrasje, puçeve dhe kryengritjeve. Situata e rënduar politike dhe nevoja ekonomike çuan në paktin e parë të Tiranës të nënshkruar me italianët në vitin 1926. Por kjo, jo që nuk e forcoi pozitën politike të Zogut, por e rrezikoi si pasojë e carimit të Beogradit, të kryesuar nga një qeveri anti-italiane.
Në verën e vitit 1927, keqësimi i marrëdhënieve Itali-Jugosllavi reflektohet në krizën e marrëdhënieve Beograd-Tiranë, duke çuar në prerjen e marrëdhënieve diplomatike. Situata çon në nënshkrimin e Paktit të dytë të Tiranës më 1927, me të cilin italianët marrin kontroll më të madh në fushën ushtarake dhe Zogu siguri më të madhe ndaj armiqve të vet përmes rritjes së ndihmës financiare dhe krijimit të monarkisë. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues. Fillimisht ju falenderoj për vëmendjen me të cilën po na ndiqni dhe për mesazhet që na keni dërguar. Gjej rastin të bëj thirrje këtu për një lloj etike në mesazhet që na dërgoni. Në mesazhet që na keni dërguar, keni kërkuar përgjigje nëpërmjet ekranit të TVSH-s. Po ju japim këtë përgjigje, jemi këtu për të diskutuar nga të gjitha pikëvështrimet e mundshme për figurën e njërit prej politikanëve më me peshë në historinë e Shqipërisë. Jemi këtu për të respektuar secilin prej pozicioneve dhe për këtë arsye do t'ju lutesha dhe ju që pavarësisht nga përgjigjet që jepni në përgjigje të pyetjes së anketës son, të ruani për veten tuaj, sepse jeni duke na ndjekur dhe shpresoj që të na ndiqni me vëmendje dhe të qetësinë tuaj në mënyrë që ta mbarojmë sa më konkret dhe sa më në mënyrë shkencore këtë diskutim që kemi nisur këtu në studio. I rikthehemi atëherë diskutimit ton, fillimisht me dy zotrinj që kam pranë meje. Bëhet fjalë për arritje, bëhet fjalë për dështime në këtë periudhë. Sipas jush, në çfarë raport janë? Profesor Milo. Sigurisht që është një përgjigje jo e lehtë për t'u dhënë, nëse do të bëjmë një bilanç midis arritjeve dhe dështimeve, por nëse flasim për një shtet dhe kam parasysh këtu edhe komentin që dëgjova, flasim për një jetë moderne të asaj kohe, po shikosh sekuencat televizive që u dhanë me ata njerëz në rrugë dhe me atë gjendje, kuptohet se çfarë jete bashkohore kishte Shqipëria në atë kohë në raport me vendet evropiane. Me Parisin dhe Vjenë. Po, me vendet evropiane, qoftë dhe me vendet fqinje. Flasim përgjithësi, kjo ishte, nuk është faji është i historisë, nuk ishte faji i një individit veçantë në këtë rast. Por duhet të jemi paksa më realistë dhe mua nuk më bën përshtypje se ju e dhatë mesazhin se çfarë reflekton tek një apo 2 apo 5 apo 10 teleshikues komendet që ne bëjmë si profesionistë. Ne jemi këtu që të bëjmë një gjykim sa më realist, si historian, pa e transferuar ngjarjen historike në jetën e përditshme politike aktuale shqiptare. Dhe do të thosha që është një figurë, e kam thënë gjithmonë dhe po e them prapë, është një figurë kontradiktore, është një figurë komplekse, që në qoftë se do të mundi është shkurtimisht të jepja disa merita, që të filloj me meritat, të mos akuzohem se mohoj meritat, do të thosha që duke filluar kontributi real i Ahmet Zogut në historinë e Shqipërisë, për mendimin tim, fillon në vitin 1920 me pjesëmarrjen e tij në Kongresin e Lushnjës, ku ai garantoi mbarvajtjen e Kongresit të Lushnjës, sepse solli nga mati njerëz të vet për të mbrojtur Kongresin, njerëzit dhe për të garantuar suksesin e Kongresit. Dhe ishte një nga arsyet kryesore pse mori dhe postin e ministrit të Brendshëm. Sepse kishte njerëz nga mbrapa, tham, tytat e pushkëve ishin ato që i jepnin përparësi dhe ai kishte këtë mjet, një kjo. E dyta, Ahmet Zogu në raport me politikanët e tjerë shqiptar të asaj kohe ishte njëri me vullnet të madh në raport me gjithë të tjerët dhe kombinoi vullnetin dhe ambicien e tij të madhe politike me rrethanat në cilat ndodhej Shqipëria
E treta ishte, si thot Bernd Fischeri, që zbesoj se do të akuzojnë për komunist, se është Amerikan dhe nuk akuzohet dot, ai e përshkruan fare mirë këtë personazh në këtë periudhë kur thot që krahas vullnetit të tij, ai kishte edhe një vullnet tjetër, negativ, që nuk qëndronte para asnjë pengese për të arritur pushtetin atë që dëshironte. Dhe historia ka shumë fakte, mua vjen keq që disa gjëra shihen me tendencë. Ju thatë pak më përpara që cili ishte apo kush e bëri pyetjen këtë, cili është diferenca midis Dajës dhe Nipit, midis Esat Pashës edhe Ahmet Zogut. Ka padyshim diferenca. Dhe diferencat janë të mëdha nga një pikpamje që ka të bëj me formatin e personalitetit politik, sidomos me investimin e mëvonshëm të Ahmet Zogut. Por ka të gjëra të përbashkëta. Dhe përbashkëta e tyre është që për hir të pushtetit, ata kanë nënshkruar, kanë bërë marrëveshje me serbët, Esat Pasha në vitin 1915, dhe kjo është një marrëveshje e shkruar që ndodhet në arkivin qendror të shtetit, dhe Ahmet Zogu në vitin 1924 në gusht me Pashiqin, dhe kjo ndodhet në arkivin e shtetit, në cilën ata kanë shitur interesat e vendit të tyre për pushtetin e tyre. Pra, tjetër, u fol këtu për ja se ti themi gjëra si janë. U fol për dy traktatet. Traktatin e nëntorit vitit 1926 dhe traktatin e nëntorit vitit 1927. Ato janë traktate që u imponuan nga Italia e Mussolinit, u imponuan edhe nga një pikpamje tjetër, sepse Zogu nuk i kishte lënë mundësi me veprimet e veta, nuk kishte lënë hapësirë që të manovronte. Dhe duke qenë se merrte para nga Mussolini, erdhi një moment që ai nuk kishte ç'të bënte tjetër dhe pranoi diktatin e Mussolinit që të nënshkruaj një traktat të vitit 1926 nëntorit, i cili është një traktat i mirëfillt politik ku fillon edhe baza juridike e vendosjes protektoratit italian në Shqipëri, dhe i do përfundoj me pushtimin e Shqipërisë në 7 prill 1939. Faleminderit profesor Milo, zoti Basha. Ska pas në protektorat. Do t'i lutesha regjista të mos e përdorte gongun, sepse koha u Profesori e ke le kaluar. gjithmonë helmin për në fund. Sidoqoftë. Sidoqoftë. Protektorati Shqipërisë mbi Italinë nuk ka pas kur. Të Italisë mbi Shqipërinë s'ka pas kur. Natyrisht, hajde kthehemi pak në kohën e sotme. Shteti shqiptar në 90-ën. Jo, le të rrim periudhës për cilën po Po jo, diskutojmë. duhet dalim 20 sekond. Shteti shqiptar në 90-ën doli nga komunizmi. Pati nevojë për rindërtim. Këta shqyr janë të ri dhe nuk e din, po ne që kemi një mosh më të madhe, kemi përjetuar 90-ën. Shteti shqiptar pati nevojë për kredi nga të huaj të rimërkëmbit, të rindërtoj, dhe morëm kredi nga italianët parët njërë. Morëm dhe nga grekët dhe nga gjithë, po nga italianët. Këtë gjë bëri dhe Ahmet Zogu për ndërtuar shtetin e parë dhe nuk besoj që kjo është një gabim. Ai i vetmi shtet që u tregua disponibël për t'i dhënë kredi mbretit Zogu atko ishte Italia. Italisja mori. Nuk erdhi Amerika t'jape kredi, as Franca, as Anglia, se atyre do t'i merrte. Dha Italisi mori kredi për të rindërtuar dhe të rimëkëmbur shtetin shqiptar. Dhe rindërtoi infrastrukturën, rrugët, ministrit që kemi sot i krenohemi, futi arsimin, rindërtoi ushtrinë, xhandarmerinë, kulturën, sportin, i dha një frymëmarrje shumë dimensionale jetës politike, ekonomike dhe sociale shqiptare. Për këto nuk besoj se duhet kritikuar, përkundër duhet përgëzuar. Se çfarë qëllimi shpati Mussolini karshi Shqipërisë dhe mbretit Zog, kjo është histori tjetër dhe ja vlen diskutohet, por qëllimi Ahmet Zogut ishte të rindërtonte të rimëkëmbë të Shqipërinë dhe i duheshin kredi. Sidoqoftë, po ta fillojmë që nga 23-shi, me atentatin që u bë, Ahmet Zogu ka ndjekur gjithmonë politikën e dorës shtrirë karshi kundërshtarëve të tij. Dhe atë djalin që i bëri atentat Beqir Valteri nuk e vrau, a dini kush e ka vrarë? Kanë vrarë komunistët atë. Në 45 në pushkatoi Enver Hoxha. Ahmet Zogu jo vetëm i fali jetën. Ka dhe akuza të tjera. Jo, Ahmet Zogu jo vetëm i fali jetën, e çoi jashtë, me paratë e tija e çoi edhe në shkollë. Atë që i bëri atentat Beqir Valteri. Më duhet mbase ta përsëris pyetjen, arritje dhe dështime në këtë periudhë për të dy ju. Dhe atentati i bërë
nga Beqir Valteri ishte inspiruar nga Fanoli, Luiq Gorakuqi dhe gjithë grupi tjetër, të cilët kur shkuan jashtë I dyti humbi jetën. mbas revolucionit, e ka vrarë kushiri i tij, Balto Stamolla është histori tjetër. Megjithëse nuk është Zonja objekt. Nevila ka shumë dokumenta aty në Nuk është arkiv, objekti i këtij të cilat unë i kam diskutimi. parë dhe i kam ulëmtuar. E ka vrarë Baltion Stambolla, kushiri i tij i parë. Për një arsye të banale të turpshme që Po, s'ka asa vlerë. Prishtinën, Nuk i- Tashti. Bajram Surin. Bajram Surin e ka vrarë serbët, se ka vrarë Ahmet Zogu. Shko i ke në arkiv, mos u merr me. Ja ku i ke arkivën, shko shife. I kam parë. Hiqi syzet e Enver Hoxhës, shife. kam Zoti parë. Basha, Pra, ju lutem. Po ky është duel. Të ruajmë etikën sigurisht, po Tashti. brenda etikës komunikimit. Unë mendoj që po ta kapim në gjithë dimensionin që e figurës Ahmet Zogut, ka bërë vetëm gjërat mira për Shqipërinë. Natyrisht, unë besoj në Zot dhe vetëm Zoti ishte pa gabueshëm. Por duhet të jenë aq të vogla gabimet e tij sa që unë dhe shumë njerëz nuk i kanë parë dhe nuk i vën dot një gabim atij njeriu. Ai ka bërë vetëm gjërat mira për Shqipërinë. Natyrisht, mbas 70-80 vjetësh, gjërat ndryshojnë dhe unë do të them një gjë të bukur që e kam lexuar nga ata filozofë që unë pëlqej. Ai thotë që e vërteta është si një vajzë e bukur, thotë, dhe ata që e ndjekin, shkojnë mbas saj për ta kapur, rreken për ta kapur. Ai shkret ndryshon shpesh herë drejtim, thotë. Dikush lodhet, dikush e lën mes rrugës. Dhe vetë e vërteta mbas një farë kohe, mbas 10 vjetësh, 20, 30 dhe 40, kur e shef veten pasqyrë nuk e njeh më të veten se dhe ajo vetë ka ndryshuar. Natyrisht dhe ne po ta gjykojmë mbas 70 vjetësh nuk do ta gjejmë dot vërtetën se si e kishte fytyrën. Por sidoqoftë unë do ta mbyll me një fjalë të Stavro Vinjau. Stavro Vinjau ka qenë kundërshtari i mbretit Zog. Në vitet e mërgimit ka takuar në Itali Ymer Fortuzin. Ymer Fortuzi ka lënë disa shënime dhe Stavro Vinjau ka kujtimet e tij dhe kush i ka mund ta gjejë këtë gjë. Dhe kur Ymer Fortuzi, një antizogist, fanolist të dy, i thotë që unë kam qenë i apasionuar mbas teje, ti mbajnë fjalimet bukura, ke qenë orator etj dhe sidomos luftën që ke bërë kundër Ahmet Zogut, thotë, unë kam qenë gjithmonë i thari jot. Ajo është perioda më e turpshme e jetës time, thotë Stavro Vinjau. Dhe do t'rregoj një fakt, thotë. Në 1122-shin, kur Ahmet Zogu ishte ministri i brendshëm, ne shkojmë tek shtëpia e tij. Është shtëpia e familjes Juma, ke rruga ku është ish shkolla Nëna Mbretëresh. Aty ka qenë Selia kur rrinte mbreti Zog, në atë kohë ministri i brendshëm. Shkuam 6 vetë, thotë, dhe Ahmet Beu na ftoi, diskutuam për problemet e Shqipërisë deri natën vonë. Rreth mes natës Ahmet Beu na thotë, kush dojë të shkoj në hotel, kush dojë le të flej këtu, dhomat i kam, kush do të shkojnë të shkoj në hotel, jap nga një xhandar ta shoqëroj. 3 nga ne ikën, po ishim 7, 3 nga ne ikëm, 4 ndetëm, thotë. Atëherë tham, shiko, çfarë do bëjmë gjithë natën? A bëjmë ndaj dorë poker? Nxorëm letra dhe filluam të luajmë poker. Zbardhi dita. Mu kujtua diçka, thot, për t'i thënë Ahmet Beu dhe i them kur dal nga rreth orës 6-7 mëngjesit, i them xhandarit ke dera është zgjuar Ahmet Beu, ta shikoj, thot. Ai zgjat kokën dhe unë e pash që ai ishte në tavolinën e shkrimit akoma. Krevati ishte i paprekur. Atëherë mua merdi turp nga vetja, thot, sepse ne kundërshtarët e Ahmet Zogut gjithë natën loznin bigjoz, ndërsa Ahmet Zogu thot kishte punuar gjithë natën. Dhe ne natën loznin bigjoz dhe ditën shkonin në parlament edhe në qeveri dhe luftohemi Ahmet Zogun për ta përmbys. Këta ishim ne dhe ky ishte ai. Jemi rikthyer sërish në studio, të nderuar televizionist, ju garantoj që diskutimi ka vazhduar deri në sekondën e fundit kur i dolëm në transmetim. Kemi folur për shumë gjëra, megjithatë është momenti për t'ju dhënë fjalën zonjave që kemi këtu në studio. Me një pyetje sërish të njëjtë për të dyja. A mund bëhet fjalë për politikë të jashtme në këtë periudhë apo bëhet fjalë thjesht për mbijetesë në terrenin ndërkombëtar? Megjithshka, me të gjithë kuptimin e plotë të kësaj fjale. Po ta marr fjalën. Desha në fakt të bëja një saktësim në lidhje me materialin që u transmetua për Zogun në lidhje me atentatin ndaj Zogut nga Beqir Valteri që u tha në gusht të vitit 1923. Në fakt atentati është në shkurt të vitit 1924. Mbas janë bërë zgjedhjet për asamblen kushtetuese dhe opozita dhe qeveria kanë kontradikta për shumë e shumë probleme dhe në këtë mes u krye dhe atentati i Beqir Valterit. Edhe diçka desha të theksoja që nuk mund t'i ketë Zogu meritat
e afirmimit të shtetit shqiptar nuk mund t'i ketë vetëm Zogu për vitet 24, qoftë edhe deri tek revolucioni qershorit apo kryengritja apo grushi shtetit, si që i quajnë. Mirë, këtu ka pikpamje të ndryshme. Të mos harrojmë që pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, lufta që u bën konferencën e paqes, vendimi në ndorit 21-shit për pavarësinë e Shqipërisë, rifitimin dhe tërësinë territoriale, e shumë elemente të tjera që ishin pozitive, i takojnë një plejade të tërë të politikanëve, patriotëve dhe drejtuesve të elitës politike, liberale, konservatore, të gjithë ngjyrave. Për sa i përket faktit politikës së jashtme, mendimi im është që Zogu, si përfaqësues i një shteti të ri, të brisht, të vogël, ai është kryeministër që nga dhjetori 22-shit, me ndërprerjen e qeverisë së përkohshme të Nolit, dhe pastaj deri në fund, deri kur u pushtua Shqipëria, ai si përfaqësues i një shteti të brisht, thash, të dobët, të vogël, ishte i detyruar që të manovronte në kontradiktat e mëdha të kohës, të politikave të fuqive të mëdha. Ishin dy fuqi të mëdha që luanin politikën e Europë, Anglia, që luante rolin kryesor, ishte leadershipi udhëheqës, mbase në gjithë botën në këtë periudhë dhe Franca, ku Franca mbështeste Jugosllavinë, ndërsa Anglia mbështeste më shumë Italinë për të balancuar forcat. E dyta, dihet që konferenca e paqes në vendimin e vet në ndorit të 21-shit caktoi Italinë si një kujdestare të Shqipërisë, duke mos u realizuar traktati i fshehtë i Londrës dhe për t'i bërë qefin Italisë deri diku si palë fituese, i ngarkoi një lloj kujdestarie të Shqipërisë për mbrojtjen e saj etj. Pra, në këto lloj rrethanash, në një trysni të madhe të Jugosllavisë, në një trysni edhe të orekseve shoviniste të Greqisë në jug, për faktin që dhe këto dy fuqi ballkanike nga ana ekonomike nuk ishin aq të forta sa ta mbështesnin, por edhe nuk donin, edhe po t'ishin të forta që ta mbështesnin, Zogu u detyrua që të bënte aleancë me Italinë. Dhe në fakt që është quajtur në një farmase pozitive, sepse e kisha të pamundur që të mbjetonte në këto rrethana. Por, në lidhje me traktatin e parë, unë do të theksoja që ka një pikë që është poshtruese për Zogun, sepse neni një thotë që Italia do ta mbështeste Shqipërinë jo vetëm për sovranitetin, për ruajtjen e sovranitetit dhe të rësisë së saj territoriale, por edhe të statu quo-s politike. Kjo tregonte dobësinë e Zogut në një farë mënyre dhe i jepte të drejtë Italisë që të ndërhynte edhe në raste të lëvizjeve politike brenda vendit, çka ishte e rrallë në llojin e këtyre traktateve. Dhe vetë Zogu në 31-shin nuk do ta përsëriste më paktin e parë. U hoqi 27-ën në aleancë. Mirë, jo, ai tamam në 31-shin e anulloi paktin e parë. Sigurisht. Atë e futi baroni Aloizi e hoqi Ugo Sola. Mirë. Kaq po flas. Zonja Nika, mbijetesë apo politike jashtme? Mbijetesë, mund ta quanim dhe mbijetesë, për shkak se Shqipëria insertet që pam, kuptohet, nuk kishte asgjë, absolutisht asgjë. As rrugë, as shkolla, as prodhimtari. Më thënë, ishte një shtet i krijuar natyrisht me dëshirën e madhe dhe luftën e jashtëzakonshme të adhetarëve, por që në momentin kur, po themi, mbas Kongresit Lushnjës, ku hyn në skenën politike fuqishëm Ahmet Zogu, është një shtet jashtëzakonisht i dobët. Kështu që unë e gjykoj duke parë të gjitha lëvizjet politike të tij, nuk po flas brenda Shqipërisë, sepse foli pak zoti Pasha tregoi historinë e Beqir Valterit, po unë mund të përmendja që ai mori vendime jashtëzakonisht të rrepta ndaj të tjerë kundërshtarëve të tij, kur mund të ishte treguar aq zëmërmirë siç u
u tregua me Biqir Valderin. Kështu që ai vetë kishte momentet, uljet e ngritjet e tia, natyrisht dhe vendimet që merrte do të ngjasonin me atë që ai përjetonte. Në atë duke mbështetur atë që tha pak më përpara dhe profesoresh Fatmira dhe profesor Paskali, është që natyrisht Italia ishte i vetmi vend, ishte fqinji jon, edhe pse deti na ndan, që mund të bënte diçka për neve. E çuditshme është pastaj, dhe kjo vlen për të studiuar, kur përkrahas dhe mbështetës të Italisë, njerëz që Italia i konsideronte njerëzit e vet, Ahmet Zogu i shikonte si kundërshtar të tij. Dhe një prej tyre ishte Hasan Prishtina, i cili e kishte konsideruar gjithmonë Italinë që duhet ishte ajo, po themi, mbështetësja, vlla i madh ose motra e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ahmet Zogu e ka kundërshtarin e vet dhe natyrisht akuzat kundra tij janë që e vrau, i kreu atentate, më thetash. Domethënë, edhe ai ka luhatit e veta dhe natyrisht ka qenë shumë e vështirë, sepse thash dhe e thanë dhe paraardhësit, Greqia dhe Jugosllavia jo vetëm që donin pjesë nga ende donin, edhe pse kishin marrë gjysmën e territorit dhe të popullatës, dhe këtu nuk u përmend, po duhet thënë që ka patur Ahmet Zogu duke qenë edhe nga verilindja e Shqipërisë, natyrisht e kishte akoma më të ndjerë problemin e mbetjes jashtë kufive të, po themi, të vëllezërve dhe trojeve shqiptare, qoftë në jug, qoftë në veri. Këto ishin probleme që ai, duke qenë në krye të një shteti jashtëzakonisht të dobët, ekonomikisht, natyrisht do ishte dhe politikisht, të mbijetonte në këto ujra jashtëzakonisht të turbullta të politikës, dhe kuptohet që ai pati jetën e vet politike, veprimtarinë politike, midis dy luftrave të mëdha shkatrimtare në Europë, u mundua të mbijetonte. Thash, njërin e fali, një tjetër e vrau, për një motiv ndoshta shumë më të dobët, që nuk i kishte ngritur dorë kundra tij. Kështu që unë e gjykoj që është mëse e drejtë dhe ka ende shumë për të studiuar edhe për të parë qoftë prania italiane sa të mira solli dhe sa gjëra në lamangu, se shumë njerëz menduan që bëri vetëm mirë, duhet gjykojmë që jo të gjitha ishin të mira, kishte edhe gjëra që duhet kishin bërë dhe vetë, por për të kthyer tek e para, pak sekonda, edhe do ta mbaroj fjalën time, Ahmet Zogu ishte politikan i ri në mosh, i ri në mendim, pavarësisht të metave dhe meritave të tij, dhe që nuk vinte nga një përvojë nënpunësie në perandorinë otomane. Po thuaj të gjithë klasa politike shqiptare, e asaj kohe vjen nga një përvojë në nivele nga më të lartat, mund të kenë qenë nivele shumë të larta, deri të nënpunësitë e vogla. Dhe unë e kam thënë dhe herë të tjera, Shqipëria nga 12-ta e tutje, u bë nga ata që erdhën nga jashtë. Këtu brenda s'kishte gjë, nuk kishte terren. Do të thënë, ata ishin të formuar, të shkolluar, kishin jetuar, kishin punuar në shtetet fuqishme, siç ishte rasti perandorisë otomane, dhe pikërisht është Ahmet Zogu, dhe jo vetëm ai, është një klasë e tërë, janë shumë njerëz, se nuk është vetëm merit e tij, që u përpoqën me shumë mund që të çrënjosin lindjen. Ato që neve e kishim luftuar, i kishim menduar, aq sa arriti në një moment në vitet 30 nuk njiheshin më diplomat e marra në Stamboll. Gjë që ishte paksa absurde. U fut gjua shqipe në 20-ën, detyrim për çdo nën punës, nuk mund shkruaje më. Do të thënë, ka shumë përpjekje për ta shkëputur Shqipërinë. Përfundimisht, fatkeqësisht nuk shputeshim dot aq lehtë. Gjithsesi, më keni kërkuar që të dy nga një replik? Ju lutem. Kam replike, kam koment me që është profesioni im i mirëfillt politike e jashtme, kështu që edhe arkivin qendror për sa i përket politikës së jashtme të Zogut e kam studiuar në gjitha aspektet e vet. Ju lutem. Dhe nëse do bënim një periodizim të historisë politikës jashtme të Zogut, unë do ta ndaja për veten time aq sa bëri politikë të jashtme,
pavarur. Sa mund të bënd? Do të ndaja periudhën e parë nga viti 1920 deri viti 1924, ku në fakt ai nuk ka ndonjë rol të veçantë në politikë të jashtme, sepse edhe gjendja e vendit të shtetit shqiptar ishte shumë i dobët. Deri viti 1922 qeveritë nuk ishte njohur dhe s'kishte politikë të jashtme, ishin më shumë subjekt i marrëdhënieve ndërkombëtare, merreshin të huajt me ne dhe vendosin se çfarë do bëjnë në Shqipëri. Pas vitit 1922, kur krijohet dhe qeveria e Xhafer Hypit dhe fillojnë edhe njohjet e para të qeverisë shqiptare, deri në vitin 1924 Zogu pati një prirje që të lidhej me Britaninë e Madhe. Dhe kjo ishte për shkak edhe të koncesioneve që ai premtoi për naftën, kompanisë së madhe britanike British Petroleum. Pas vitit 1924, duke qenë se erdhi me ndihmën e bajonetave jugoslave në pushtet dhe për shkak të marrëveshjes, në periudhën midis viteve 25-27, ai u përpoq të mbaj marrëdhënie të mira me Jugosllavinë, u përpoq, fal kjo edhe për shkak se kunati i tij, që e kishte ministër të brendshëm, Ceno Bej Kuryeziu, ishte agent jugoslav. Dhe ai u përpoq që ta mbante Zogun afër me Beogradin. Më në fund, duke qenë se Ceno Beju arriti në veprime të tilla që ishin kundër interesave të vetë Zogut, atëherë ai vuri njerëz dhe e vrau siç dihet në Prag, vetë kunatin e vet. Dhe pas kësaja është një nga arsyet pse Zogu shkon dhe nënshkruan traktatet me Italinë. Një nga arsyet tash. Sepse nga një ran ishte kryengritja e Dukagjinit, që u sponsorizua nga Beogradi për të arzuar Zogun, dhe aty kanë ndërhyrë dhe italianët me qëllim që t'i bënin presion që të binte në prërin italian sa më shpejt. Nga ana tjetër ishte Ceno Bej Kryesiu që i bënte këtë lojë të dyfisht me Beogradin, dhe atëre Hamet Zogu s'dinte nga t'ja mbante, nevojë për para kishte. Pushteti po e rrezikoi nga të gjitha anët, atëre u detyrua të pranoj, në fillim nuk i pranoj, po u detyrua të pranoj klauzolet e traktatit parë politik të nëndorit 1926. Këtu tani, nga ky moment, deri në vitin 1931, Zogu është, do të thotë, plotësisht në influencën italiane, pas 26-ës. Në vitin 1931, deri në vitin 1935, kemi një fazë interesante në politikën e jashtme të Zogut. Kërkon të shkëputen nga Italia, sepse pesha rëndori shumë dhe Zogu humbi dhe atë pavarësinë relative që kishte. Dhe ai bëri ato aktet e para, siç e dini, mbylljen e shkollave private në gjuhë të huaja edhe fetare, gjë që shkaktoi reagim, pastaj edhe nga italianët dhe nga grekët e tjera, po kjo është periudhë interesante e tij. Është periudha më e mirë. Ai kërkon në këtë kohë të bëhet antar i konferencave ballkanike dhe të nënshkruajë anëtarët ballkanike. Por ndryrë Italia nuk e lejoi dhe kështu ai s'kishte ç'bënte sepse Mussolini i dërgoi në Durrës fregatat ushtarake. Dhe pas vitit 1935, deri në vitin 1939, Zogu bie plotësisht në kontrollin italisë dhe nuk mund të thuhet pas kësaj se ka pas politikë të jashtme as minimalisht pavarur, se pas kësaj vijnë të gjitha aktet që përgatisin pushtimin e Shqipërisë në 7 prill 1939. Faleminderit. Pas një krize qeveritare të inskenuar dhe zgjedhjeve të përgjithshme që e pasuan atë, më 1 shtator 1928, Asambleja Kushtetuese miratoi 2 rezoluta. Ndryshimin e kushtetutës që mundësonte kthimin e Shqipërisë në monarki me vit trashëgimie dhe kurorëzimin e presidentit Ahmet Zogu në mbret. Po atë ditë, Zogu betohet mbi Biblën dhe Kuranin. Kushtetuta e re i njihte mbretit fuqi të pakufizuara juridike dhe ekzekutive. Parlamenti dydhomësh u shndërrua në asamble. Procesi elektoral siguronte vetëm zgjedhjen e besnikëve dhe nënpunësit emëroheshin vetëm me miratimin e mbretit, që kishte kompetenca mbi gjyqësorin, kryeministrin dhe zgjedhjen e ministrave. Një sërkodesh mbytën opozitën e brendshme, ndërsa intelektualët u detyruan të heshnin me ligjin penal mbi fyerjet politike, që mbështete nga censura e rrept dhe kontrolli i korrespondencës. Monarkia e Zogut vuante ndërthurjen e pazakontë të kulturave të lindjes dhe perëndimit. Ndonë se mbante uniform dhe kostume perëndimore, Zogu qeveriste sipas modelit klasik oriental. Shfaqjet më kuptim plota të këtij modeli ishin intriga dhe frika mbizotruese në obor.
korrupsioni i administratës, ekstravaganca e ceremonialit mbretëror dhe diktatura personale. Edhe vetë Tirana u po pasqyre paradokseve të monarkisë, ku varfëria shkonte krahas luksit dhe përparimi krahas prapambetjes. Gjatë këtyre viteve, Zogu përpoq ta nxirrte Shqipërinë nga prapambetje karakteristike e shekullit të 15, duke dashur t'ia përshtas shekullit të 20. Në shërbim të zhvillimit të vendit, ai planifikoi reforma të gjera ekonomike dhe sociale, ku bënin pjesë reforma agrare, nxitja e industrisë, zgjerimi i sistemit arsimor dhe ngritja e sistemit shëndetësor kombëtar. Modernizimi i legjislacionit dhe drejtësisë mendohej të lehtësonte hapat e reformës, por ligjet e huazuara nga vendet e përparuara europiane nuk harmonizoheshin krejtësisht me psikologjinë e një populli me bashkëtesë të gjatë me Turqinë. Me gjithë problemet e përkohshme shëndetësore të monarkut dhe atentatin ndaj tij në Vjenë, përmbytja dhe thatësirën e vitit 1931, vështirësitë e zbatimit të reformës agrare dhe vështirësimin e marrëdhënies me italianët. Zgjedhjet e vitit 1932, krijimi i një qeverie liberale në vitin 1935, nxitja e ndërmarrjeve të vogla në fushën e industrisë së lehtë dhe ushqimore, krijimi dhe zhvillimi i administratës, arsimit, artit, kulturës dhe turizmit, e bën monarkinë që në jubileun e saj të parë të paraqitej me një bilanc solid. Një rëndësie të veçantë ishte në këtë kuadër ligji që shpalte si shkelje të dënueshme me gjop deri në 500 franga ari, mbulimin e gruas dhe parashikonte dënimin akoma më të rëndë, detyrimin e saj për këtë. Në përgatitje të opinionit për këtë, mbreti dërgoi 3 motrat e tij të pamartuara muslimane, Muzejen, Ruhien dhe Mexhiden për një vizitë në veri të vendit, zonë që konsiderohej dhe si më e prapambetura dhe më fanatikja. Motrat të veshura sipas modës së fundit europiane vizituan shkolla, kisha, xhami, spitale, tregje, qendra arkeologjike dhe takuan shumë njerëz. Turneu u mbyll me sukses, pasoi një takim me klerin musliman, të cilit ju mor mbështetja për heqjen e detyrimit të mbulimit të grave. Në mbështetje të grave organizuan edhe kurse për rritjen e fëmijëve, për të ulur vdekshmërinë foshnjore dhe u shpall nevoja e përfshirjes së tyre në veprimtarinë shoqërore. Masat edukative prekën dhe popullsim fshatare, së cilës ju ofruan kurse për përmirësimin e mënyrës së jetesës me synim mënjanimin e sëmundjeve të rënda. Në vitin 1937 u adoptua një kod i ri veshjeje, sipas të cilit kostumet kombëtare mund të mbaheshin vetëm në ditë festash kombëtare. Hapi më i rëndësishëm i mbretit për stabilizim ishte martesa. Sa kohë që ai s'kishte trashëgimtar, vendi mund të zhyte në kaos sapo ai të largohej nga skena politike. Ndaj edhe martesa përbënte sa një hap të mençur politik, aq edhe një çast hareje popullore. Kur vendosi të martohej, Zogu i kërkoi ministrit të tij të plot fuqishëm në Vjenë t'i rekomandonte kandidatura të përshtatshme austriake dhe hungareze. Fejesa me konteshën hungareze apo Louis u shpall më 31 janar 1938. Më datë 27 prill, ceremonia dinjitoze e martesës u mbyll me një shëtitje të çiftit mbretëror me makinë. Me këtë martesë, Zogu hodhi një hap tjetër drejt modernizimit perëndimor dhe stabilitetit politik të vendit. Ai jo vetëm që u lidh me aristokracinë perëndimore, por dhe forcoi pozicionin e vet personal, duke hedhur hapin deciziv drejt krijimit të një dinastie. Çifti mbretëror bëri disa vizita, nga shtëpia e të parëve të Zogut në Mat, deri tek vizita e parë në Vlorë. Martesa dukej se i shërbeu ngritjes së imazhit të monarkisë dhe vetë Zogut. Vendi po ecte drejt stabilizimit dhe hendeku mes popullit dhe monarkut drejt ngushtimit. Më 5 prill 1939, mbretëresha lindi djalë. 2 ditë pas lindjes së lekës së parë, më 7 prill, pasi Zogu kishte hedhur poshtë kërkesat e ultimatumit të Kontit Ciano, që cënonin pavarësinë dhe integritetin territorial të vendit. Trupat italiane sulmuan Shqipërinë. Në orën 5:30 të mëngjesit, Durrësi, Vlora, Shëngjini dhe Saranda u sulmuan prej 50.000 trupash të mbështetura me 400 aeroplan dhe 12 anije lufte. Në këtë krizë përfundimtare, Zogu reagoi keq. Në atë ditë fatale, interesimi i tij i parë i takoi shpëtimit të familjes së vet. Pas një tentative të fundit për bisedime me italianët, ai ndoqi të shoqen për në Greqi. Pas largimit të mbretit, italianët mundën të hyjnë në Tiranë në mëngjesin e ditës tjetër,
thuajse pa shtën asnjë armë. Shumica e shqiptarëve u nënshtruan fatit të pashmangshëm. Ndërsa Zogu humbi përfundimisht të gjithë popularitetin e fituar në të gjithë vitet e karrierës së tij politike. Jemi rikthyer sërish në studio për të vijuar diskutimin tonë. Një pyetje për gjithë pranishmit. Sa despotike dhe sa kushtetuese ishte mbretëria shqiptare në Ahmet Zogu? Ta filloj unë? Apo zonjat? Do kisha dëshirë ta filloja me zonjat këtë herë. Në djathtë vjen gentil. Normal. Sa despotike dhe sa kushtetuese. Që kishte të dyja, për mendimin tim. Edhe në insertin që juve kishit përgatitur, ishte hapur që ashtu ka qenë. Mbreti u përpoq, thash nuk ishte i vetëm, ka patur një shtresë intelektualësh, njerëzit përgatitur, të cilët natyrisht dhanë ndihmën e tyre për përgatitjen e kodit penal, kodit civil, ligjeve, korpusit kryesor të ligjeve të shtetit shqiptar, pati një hov të papar arsimimi, sidomos i femrës shqiptare, i gruas shqiptare. Ai u përpoq, më thënë, të bënte reforma aq sa mund bëheshin, sepse nuk u arritën të realizoheshin. Kur flas për reforma, nuk flas për reforma të tipit komunist, reforma agrare, shprehsoi të gjithë, më the tash, por natyrisht vitet 30 ishin vite shumë të vështira. Unë e përmenda edhe pak më përpara, pati një dyndje të shqiptarëve të jashtë kufive që erdhën këtu brenda dhe natyrisht administratës shqiptare ju desh të merrej edhe me këtë dhe natyrisht dhe mbretit, me ata shqiptarë që vinin nga kufit jugor dhe ata nga kufit verior dhe veri lindor. Ishte despotike sepse ai qeverisi me dorë të hekurt dhe jo me, po themi, me delikates, apo duke pritur një vendim të parlamentit, apo të gjykatës. Pati një kombinim të gjitha këtyre, natyrisht në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe të kuptohemi që po të futeshim në lëkurën e asaj kohe, të gjykonim sikur të ishim në atë kohë, do të thoja që ndoshta nuk ishte rrugë tjetër, sepse ashtu ishte gjithë Europa. Lufta po afrohej, natyrisht na erdhi dhe neve këtu. Por do të kisha edhe unë atë objeksionin tim, sepse Shqipëria kishte element të mirë, qeverise nga njerëz të shkolluar, të formuar mirë, dhe zëri tyre nuk dëgjoi aq shumë. Shtresa inteligjencës shqiptare dhe asaj që ishte më e re në moshë, gjykonte që Ahmet Zogu dhe dëshironte fuqishëm të ishte një Ataturk për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ai fatkeqësisht nuk e arriti staturën e Ataturkut. Do të kishim pasur të gjithë dëshirën edhe aspiratën që ai të ishte një Ataturk, si që Mustafa Qemali, shqiptari i madh, një Ataturk, një baba për Turqinë moderne. U mundua, reforma pati, ndryshim pati, duhet ta themi këtë, duhet ta pranojmë, administrata shqiptare pati një hop, një ngjyrim paksa prendimor, elementet e asaj lindje të kalbur ndjeshin akoma, por unë duke u nisur nga një nënpunëse, jo në cilësinë e historianes, gjykoj që ajo administratë formuar në ato vite i dha një dorë shtetit të mbas mbarimit të luftës së dytë botërore, por deri aty ku e lanë, deri në spastrimin e madh të administratës në vitin 53, qeveria komuniste vendosi që më mos kishte asnjë nënpunës të kohës më parshme, gjë që neve na dëmtoi shumë dhe ndjejmë ende dhe sot. Por i ka patur të dyja, ishte edhe despot, edhe një mbret në paksa modern. Sa despot, sa kushtetues, sa perëndimor, sa lindor. Bashkohem që ishte një shtet ligjor, kushtetues. Edhe Zogu ka një nga meritat e tija më të mëdha, bashkë me klasën politike të kohës, është pikërisht që u përpoq të gjitha hapa drejt ndërtimit të një shteti ligjor. Dy kushtetutat e mirëfillta të
të ndërtuara, të hartuara nga shqiptarët, janë kushtetuta republikane dhe kushtetuta monarkiste, ku ne kemi standarde europiane. Konsolidimi i shtetit laik, për shembull, ku besimet ishin të barabarta, dhe qytetarët gjithashtu ishin të barabartë pavarësisht nga besimi. Respektimi i pakicave në nënshkrimi i dokumenteve ndërkombëtare të lidhjes së kombeve është gjithashtu një arritje. Ndarja e pushteteve, të paktën ligjërisht, sepse de facto donte shumë punë, po ligjërisht ndarja e pushtetit legjislativ, ekzekutiv, gjyqësor, gjithashtu ishte një arritje. Vendosja e rendit dhe e qetësisë, një xhandarmëri e fortë, e instruktuar nga instruktor anglez, gjithashtu ishte pozitive. Roli i zogut për të qenë, domethënë, i distancuar nga të tre fetë, për të mos shfaqur, për shembull, afinitet ndaj një feje apo ndaj një tjetër, dhe kontributi që ka, gjithashtu dhe këto dijen, administrata që e tha zonja Nevila përpara, edhe administrata lokale, njësimi i vendit, u hodhën hapa drejt njësimit të vendit midis krahinave, shtresave të caktuara shoqërore, dhe kjo është një arritje, një forcimi, një ndërgjegje kombëtare, sidomos në brezin e ri nëpërmjet shkollave, që u pa shumë mirë me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Brezi i ri ishte në ballë të demonstratave dhe të përpjekjeve antifashiste. Pra, janë një sër elementesh që janë pozitive, por unë do të thoja mbase termin despotik mëse nuk do ta përdorja, po është një pushtet autoritarist. Pa diskutim është një pushtet autoritarist, ku zogu ka fuqi shumë të përqendruara dhe të dorës së fortë. Nuk është një pushtet i mirëfillt demokratik. Ka standarde demokratike, perëndimore, edhe kushtetutat, ligjet, kodi civil, penal, kodi tregtar e tjerë u mbështetën në perëndim, ato reformat që tha Nevila, kolegja ime, përpara, heqja e perqes dhe mbulesës së gruas 37-ën, ishin hapa pozitive që edhe imitonin qemalizmin pa diskutim. Por në kushtetutat zogiste nuk pranoi pluralizmi. Nuk mund të flasim, domethënë, për një shtet mirëfillt demokratik. E dyta, që nga 25-26 vazhdoi të ekzistojë gjykata e jashtëzakonshme për dënimin e kundërshtarëve, me vdekje, me internim etj. E treta, ekzistoi censura shtetërore, që janë elemente këto. Sigurisht censura herë ishte më e fortë, herë ishte më e dobët, u zbut nga fillimi i viteve 30 dhe krijoi një lloj lirie mendimi të rrymave ideore, të rinjve, domethënë të vjetrit etj, shtypi, pati një lloj pluraliteti mendimi, po gjithsesi mbeti për mua një shtet autoritarist edhe me elemente diktatoriale.